Во Тетово функционираат три јавни претпријатија: ЈКП Тетово, Градски паркинг и ЈКП Шар, но две од нив работат со загуба. Само за неисплатени плати на работниците, ЈКП Тетово од општината добило 71 милион денари или околу 1,15 милиони евра, бидејќи вработените 4 месеци не примиле плата, а здравственото осигурување не им било платено повеќе од 20 месеци. Ситуацијата е поинаква во ЈКП Шар, кој управува со водоснабдувањето и канализацијата. Само во првиот квартал од годинава претпријатието остварило добивка од 5,2 милиони денари, а во изминатите 18 месеци инвестирало околу 1,5 милиони евра во инфраструктурни проекти. Por raportin financiar për 3 muajin e parë kemi një raport financiar pozitiv me saldo prej 5 milion e 200.000 denar, për të cilëve ajo llogaritet vetëm për 3 muajin e parë e vitit 2026. Përveç kësaj, atë siç e ceka në Këshillin Komunal, një gjë pozitive është edhe rritja e inkasimit dhe përgjegjësia e marrë nga qytetarët e Tetovës, se sa ka rritur deri në 87% qytetarët se të kanë paguar ujin. 13 milion denar e ceka se janë paga shtesë se të janë dhënë punëtorëve të ԵԿՊ Sharit. Aty te ato pagat shtesë hyn edhe bonuset se të jepën punëtorëve të cilët kanë qenë të rregull dhe kanë kryer punën në mënyrë efikase dhe në kohën e duhur. Prej kur kam ardhur unë gati 1 vjet e gjysmë, gati 2 të bëj, investimet në terren tim ledhësh në total arrin diku më shumë se 1.500.000 euro, veç tash për 2 muajin e fundit jemi duke zhvilluar një aktivitet të madh investimesh. Зекири додава дека платите во претпријатието се движат од 30.000 денари па нагоре, додека мајсторите на терен заработуваат повеќе од 90.000 денари месечно. Само во текот на 3 месеци на вработените им биле исплатени 13 милиони денари бонуси. Rogat, për shembull, të punësorët të cilët janë në administrat varion varet, ato të cilët janë me shkollë të mesme marrin rroga prej 30 deri në 36.000 deri në 7.000 denar, ato të cilët janë në fakultet mbi 40.000 denar. Ndërsa punëtorët në teren, ato të cilët janë mjeshtër marrin më shumë se 90.000 denar, ndërsa punëtorët të cilët janë punëtor krau marrin diku te 50.000-60.000 denar. Од друга страна, Билјал Касами, градоначелник на Тетово, истакна дека ЈКП Тетово нема доволно приходи ниту за исплата на плати и затоа е неопходна финансиска поддршка. За Градски паркинг Касами вели дека се работи на негово враќање во профитабилно претпријатие. Taksa që ka qenë për atë ndërmarrje që është 105 dinar për qytetarët është e pamjaftueshme për të servisuar spaku pagat e punëtorëve. Parkingjet ne dim që edhe atë kemi gjetur me një situatë kaotike, kemi punu që ajo ndërmarrje të rikthehet në një ndërmarrje që do t'i sjellë të ardhura komunës së Tetovës. Për momentin janë duke përpilu vendime dhe rregullore që rregullojnë çështjen e parkingut dhe edhe në vend parkime, po edhe në parkimin paralel. Во Тетово со загуба работи и претпријатието Тетово Транспорт, чии трошоци ги покрива општина Тетово, бидејќи јавниот превоз за граѓаните е бесплатен.